Të dashur shikues, po shpresoj se po shoqëroheni bashkë me ne në këtë të diel. Tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku kam kënaqësinë ta kem të ftuar Rodina Shatrin, dizajnere, sot bashkë me neve. Mirë se erdhe, dashur, shumë kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Po duke shumë bukur si gjithmonë, duhet me cek edhe tani, për shkak që edhe prapa kamerave padyshim që u dash me të komplimentu në çdo mënyrë. Faleminderit, gjithashtu. Si po ecin këto ditë për ty? Shumë mirë, në fakt, janë ditë pak ma të qeta, po mirë, shumë mirë. Vetë se e kishim festën e Fitër Bajramit, si kalun këto ditë për ty kështu në gjirin familjar? Po, zakonisht Bajramin e pres me familje, me fëmijët, me burrin, me vjerrit. Mirë, kemi prit vizita, si gjithmonë, festa Bajramit na bashkon edhe jem kënaq. Kanë qenë kështu ditë të bukura? Po, kjo koha me familjen e kemi pa që e ke shumë të çmueshme. Patjetër, sigurisht. Se të ato kërkesa ndoshta kryesore të fëmijëve që i kanë, pothuajse çdo ditë. E kem një çdo mramje me shku te lodrat. Ajo është detyra. Kërkesa kryesore. Po fëmijët normale dojnë atë arktimin e tyne. Kanë kërkesa shumë. Ankesa e. Po, në njëjtën kohë, me qenë shumë person familjar, me i plotësu temi këto kërkesat e fëmijëve, në anën tjetër, kemi pa që edhe në rrjetet sociale, mundohesht pak të me qenë mjaft aktive, me fotografi shumë të bukura. Sa ja del? Në fakt, kohën e fundit, përpara kur ju marrë me modelizëm ma shumë, kom postu pak ma shumë, kom qenë pak ma aktive, po edhe ma e lirë. Kohën e fundit po mirë ma pak, se për shkak të angazhimit në familje, kështu që nuk po postoj edhe shumë shpesh, edhe nuk po kam qef me postu shumë shpesh. Për moja atë pjesën pak ma mister. Ma private, a? Ma private, sigurisht. Sa jemi kështu si shoqëri, si persona që ndoshta ekspozojmë gjithçka në rrjetet sociale sipas teje? Po nuk di me vlerësu në ashta une, po mendoj që kogja shumë. Sidomos ajo ndjenja kur jetojmë në i moment pak ma të mirë, me njëherë me nëzispresi me kallëzu, mju kallëzu botës që qëre ku shkova, ose qëre qka poho, që për mu pak i ka ra vlera, nuk po më pëlqen. Të regove që e ke pas një periudhë që je marrë më shumë me këtë pjesë në rrjeteve sociale, fotografive, me modelizëm në përgjithësi. Si ka qenë si periudhë për ty? Shumë e bukur. Kur e kom pas veç qikën e madhe, jo marrë ma shumë me modelizëm, kom qenë ma e lirë. Tash i kom edhe 2 fëmijë tjerë, jo nështu pak angazhimet, obligimet, kështu që njëherë po pauzoj pak. Veç kur po më pëlqen shumë në ajo ofertë e mirë, po. Po me refuzu. Po. Po besoj që ka shumë kërkesa, po shqyrtohen të pak, apo jo nga te. Po, mirë. Të kthehemi në fëmijërinë e Rodinës. Si e kujton fëmijërinë tënde? Se kanë qenë ato ëndrat e Rodinës në atë kohë? E vetë mja pjesë që s'ka ndryshu për fëmijërisë janë ëndrat. Gjithë kom qenë edhe si fëmijë edhe tash person që ëndraj. Vetë se si fëmijë mesin ëndrat, kur të rritësh, ëndrat bëhen qëllime, edhe vizione. Fëmijënia jonë, unë jëmë gjenerata e fundit që jenë arrit pa telefona. Ka qenë fëmijënia e pasun. Fëmijëni që o dasht me na thirë mamin shpe, se kemi lujt jashtë, kemi qenë ma kreativ, me lojnat ndryshme. Fatkeqësisht fëmijët e sodit nuk e kanë ma mundësin me jetu kështu natyrë si natë që kemi pas. Përmend edhe këtë pjesën e kreativitetit, ëndrave që tashmë janë kthyer në qëllime pas disa vitesh. Cilat kanë qenë ato? Po, kjo pjesa që gjithmonë kom pas qef me qenë dizajnere, me shprej kreativitetin tam në këtë fushë. Ke qenë edhe si fëmijë që të ka pëlqyer kjo pjesa e të dukurit bukur, veshje diçka më interesante edhe në atë kohë me bën ndonjë ndryshim në ndonjë prej rrobave që i ke pas? Po, patjetër. Gjithë kom qenë tip që kom eksperimentu qështu me veshje, me... Je bën në një moshë shumë të re, apo jo? Po, moshën 20 vjeqare. Në moshën 20 vjeqare. Kanë qenë ndoshta në atë kohë sfida, ndoshta moshë e re edhe vetë temi sa ke qenë përgatitur për atë pjesë, si kanë shku për ty? Realisht mu bon non, nuk ka na i shkollës, na i kurs, ose na i para përgatitje. Bashkë me fëmin lindë edhe instikti i nonës.
Po ka qenë pak sfiduse, normalisht, se kom qenë shumë e re, po bashkë me Najën ju mrit edhe unë si person. Kjo periudha nuk më kalon gjatë, mëmësia në moshtre nuk më kalon gjatë me qenë naive. Ma ka kriju një farë thellësie, një farë stabiliteti emocional që shumë tri nuk e kanë moshën tamë. Pra, je rritë, e përmende që bashkë me vajzën atë kohë je rritë, çka të kam mësuar ndoshta ajo periudhë nga të qenurit nën? Me qenë nën, mëson gjona që se mëson asnjë libër. E mëson mas pari që dashnia nuk është ndjenjë, po është një vendim që e merr çdo ditë. Mëmësia ta mëson shumë durimin. Duhet me pas shumë durim. Edhe është ndjenja ma e mirë në botë, ma përmbushse. Po si shoqëri, sa jemi paragjykues në përgjithësi? Sa paragjykojmë sipas teje? Po jemi kogja paragjykues. Fatkeqësisht në disa vende tek ne njerëzit jetojnë me një mendësi pak ma të kufizume, që prapë s'bën me gjyku se njeri çaq den, çaq bën. Kështu që jemi shoqëni që paragjykojmë. Ka pas ndoshta paragjykime edhe ndaj teje në këtë pjesën, themi është bërë në moshën e re ose diçka tjetër je përballë edhe temi gjëra të tilla si shpesh ndoshta që dëgjojmë në përditshmëri komente të tilla. Patjetër që po, po unë jam një person që besoj që secili njeri ka ato mendime të ndryshme dhe i respektoj gjitha mendimet. Në fund ditës unë e di vizionin tem, e di rrugën tem, opinioni publik nuk ma përcakton ato. Paragjykime kom pas, mirë po nuk është që te unë e ndikojnë. Dhe thotë që je mundu, gjithmonë si ndoshta prej fëmijërisë, si është mundu me krijuat karakterin e saj, Rudina, ato tiparet kryesore që gjithmonë i ka pas dhe nuk i ka thyer asnjëherë. Nashta unë si natyrë prej vogël konsideroj se jam shumë optimiste, edhe kjo ma ka bërë gjithmonë ma të lehtë jetën. Jam person shumë optimist, kurse mendoj të keqen. Gjithmonë është edhe te keqja ekziston një dhuratë, vjen me një dhuratë. Sa mirë me pas njerëz të tillë pozitiv në studio, që gjithmonë mundohet të thotë ta gjesh diçka të mirë. Po, patjetër. Mendoj që edhe këto situatat e trishta ose sfidat jetësore gjithmonë e sjellin një dhuratë me vete. Vin të maskume ka njëherë në qasi forma ma të shëmtume, po bin diçka mirë. Pikërisht, po në ato ditët jo më të bukura themi për Rudinën, si janë ato gjërat kryesore, ndoshta edhe që ja thua vetës, si mundohesh ndoshta me disponu vetën në ditët jo më të mira tua? Po, qyshe theksova ma herët, unë jam tip ma optimist. Jam një person që e kom lexuar në një libër të Napoleon Hillit, që e moj kështu si vath në vesh që thojnë. Thotë, kur gjë njetë nuk është absolute, përveç ndryshimet. Gjithë shka ndryshan, çdo situatë ndryshan. Nuk rrenë gjithmonë që ashto, kështu që është edhe ngushëlluese në situatat vështira. Gjithë shka ndryshan. Kalon prej një trajte, një trajt tjetër, prej të keqes në të mirën, kështu që... Pra Rudina gjithmonë ka qenë e gatshme për këto ndryshime, apo jo, asnjëherë nuk i ka marrë themi me atë pjesën e sekretit, i ka mirë prit, si të mira, si të këqija. Patjetër, kjo është jeta. Jemi arë një jetë me jetu gjitha ndjenjat, gjitha emocionet, mërzin, zhgënjimin, lumëturin, gëzimin. Si s'kanë qenë ndoshta ata persona që i ke pas gjithmonë afër, si në të mirë, si në të keqe? Po, persona që i kom pas gjithmonë afër janë familja jam, prindrit, motra, vllau, shoqja me ngushtë, burri, prindrit e burrit. Familja e gjerë, tash edhe fëmijët. Po e shohim edhe një fotografi shumë bukur me bashortin, tregove që është një ndër përkrahasit e tu më të mëdhenj, apo jo, në çdo fushë. Së mos në këtë pjesën e punës, rrjeteve sociale, në përgjithësi. Edhe në pjesën e punës, edhe punojmë bashkë, edhe fatmirësisht kemi një komunikim shumë të mirë dhe një harmoni në familje. Jo me fatë që e kom jetë. Sa është vështirë ndoshta me ndërtu, sa reciproke është kjo pjesa e ndërtimit të një marrëdhënie të tillë? Po na kemi qëllu dy tipa që nuk i dojmë dramat.
edhe nuk rrim gjatë në konflikte. Dytë jem persona që e dim që kalojnë gjanat. Frishëm, a? Po, jemi të kthyshëm, edhe kemi ajo dashnia, mas 3 fëmijëve, është më shiru edhe në respekt, edhe kemi një respekt shumë të madh për njëri tjetrin. As unë s'kom qef me lëndu ato, as me fjalë, as me vepra, as ai mu. Edhe shumë e thjesht çelësi lumturisë. Po, zakonisht tregove që fëmijët i kanë ato kërkesat e përditshme. Sidomos gjatë mbrëmjes tek lodra, diçka tjetër, ndonjë aktivitet, po ato tiparet te kush e shën ndoshta më shumë rudinën, atë pjesën ndoshta të kreativitetit që përmendit që e ke pas gjithmonë si fëmijë, apo tipare tjera? Ma shumë te qikat, te naja, qika e madhe, edhe ta ajo e shoh kogja shumë vetën, po edhe te lura tash e shoh që shumë e gjallë, unë kom qenë shumë e gjallë si fëmijë. Te dyjat. Te djali hala është i vogël. Hala është i vogël. Hala është i vogël me ditë me vlerësu. Po, është rritur rudina me motra, vëllezër? Po, unë e kam një motër më të madhe dhe një vëlla më të vogël. Unë jam e dyta. Si ka qenë kështu raporti juaj ndër vite, me kë ke qenë ndoshta më e lidhur, që ke hap ndoshta zemrën më shumë, ke pas një raport më të ngushtë? Jemi të trat lidhur me njëri tjetrin, po një lidhje të veçantë kam me motrën, një lidhje tjetër e kam me vllaun. Janë të ndryshme këto. Kur i bëhemi bashkë na dy motrat, i çojmë hallet bashkë, folim për të mirat, për jo të mirat. Me vllaun ma shumë e kemi këtë pjesën e humorit, qështu. Do të paka shumë pas ka me ndodhë dhe njëjta dhe tek fëmijët tu deri tash. Me siguri po. Si shpërshihet. Tregove që ke qenë më shumë aktive në pjesën e rrjeteve sociale, tashmë angazhimet, obligimet familjare, po pavarësisht kërkesave gjithmonë mundohesh me qenë diçka aktive, me ndaj diçka, sa ndoshta bashkëpunon me kompani të ndryshme sa i përket reklamimeve në rrjetet sociale. Qysh thash më herët përpara kom punu ma shumë, tash jam pak në pauzë qëtë pjesë, po mirë ma shumë me brendin, me fëmijët, jam e angazhuar edhe me disa projekte tjera që vinë në të ardhmen, kështu që jo shumë për momentin. Puna profesionale si po shkon e përmend e brendin? Shumë mirë, fatmirësisht është pëlqy brendi, nuk ka shumë kohë që kom fillu, jam ba 1 vjet e gjys, po shumë mirë. Edhe pe shijaj, edhe po knaqna. Në përgjithësi, kështu si shoqëri ne, si vishemi sipas teje, si dukemi, sa kemi qef me u duk bukur? Fatmirësisht, po flas për femrat në këtë rast, na femrat kosovare, shqiptare majmë shumë veten. Kemi qef mu duk bukur, kemi qef mu vish bukur, edhe shumë pëlqen kjo pjesë. Femrat duhet mu duk bukur, pse jo? Po sa jemi përkrahasë ndoshta për njëra tjetrën si gjini femërore, për shkak që vetë i përmende femra në përgjithësi dhe stilin e tyre. Këtë pjesë, një femër e përmbushën është përkrahase, patjetër. Mandej femnat ose zonjat që nuk dihen mirë me veten, janë gjykuese. Kështu ndohen. Në çka është fokusuar rudina më shumë në brendin e saj? Unë ma shumë me korseta për momentin, po pëlqehen, janë të veçantë. Ka qenë ndoshta dhe si ide pastaj për me zhvillu edhe me gjëra tjera, apo ke gjetë një herë vetën tek kjo pjesa me korsete, tregove që ka edhe projekte që do vinë në të ardhmen? Këto realisht janë planet në të ardhmen, ka me pas gjana të reja. Po nuk më pëlqen me i fol para prakisht. Pa ndodhë. Pa u realizu, normal. Ka qenë vështirë për ty ndoshta edhe me paraqit atë produktin tënd, ashtu se si ke pas qef, të marrë parasysh që je marrë edhe vetë me pjesën e fotografive, reklamave, sa ka qenë vështirë ndoshta me pru brendin në atë nivel që ke pas qef? Nuk më ka shku letë, nuk ka qenë vështirë, fatmirësisht. Vete kom prezentu fillimisht, kom qenë unë modelja e brendit, ose imazhi. Nuk kom pas vështirësi, më ka shku letë, nuk jam shumë person detajes që
kërkoj shumë, kështu që nështë edhe që ajo e ka bo dë vitën. Me ecë kështu ma rrjedhshëm. Shpesh flasim në përditshmëri, është një temë kështu aktuale dhe kjo pjesa e operacioneve plastike, të qenurit natyral. Çfarë mendimi ka Rudina sa i përket kësaj teme? Po, për bukuri natyrale nëse flasim, unë gjithmonë jam pro bukurisë natyrale, pro naturalitetit. Bukuria natyrale nuk mundet më kriju artificialisht, as nuk blihet, është në gjene, edhe përcjellet te fëmijët pastaj. Bukuria është në gjenë, ajo përcjellet. Kjo bukuria artificiale që po krijohet tash, unë jam kundër femra me hupat identitetin e vet, ose me zhduk fytyrën e vet me kriju një tre. Duhet me dash vetën qashtu qysh jemi. Ka fillu ndoshta më u kthy paka kjo pjesa e naturalitetit, ose apo shkojmë gjithmonë nga këto trendet botërore, si po ndryshon çdo gjë? Po më duket që tash ka fillu më u kthy pak ka naturaliteti. Ka pas një farë hovi kjo mjekësia e estetike, tash po më duket po kthehen ka naturaliteti. Është gjithmonë ma bukur. I përmendëm më herët edhe pjesën e rrjeteve sociale, paragjykimet më herët, po të kjo pjesa e komenteve, sa i merr ndoshta për bazë dhe komentet që i merr qoftë në rrjete sociale apo në përditshmëri? Komentet, këshillat edhe kritikat prej njerëzve të dashur, njerëzve që e di që ma dojnë të mirën, normal që i marr parasysh. Pa tjetër. Pastaj komentet në rrjete sociale për opinionin publik. I marr parasysh, po i lexoj, po nuk është që ndikona. Në Kosovë ka njerëz shumë me mendësi të kufizume që nuk mundesh me marrë për bazë një koment që e gjun prej largëshit, pa ditë pak ma shumë për temën e caktuar ose për personin fjalë. Ka qenë edhe kjo diçka që të ka ndryshu ndër vite, ka pas raste kur ndoshta thjesht të jenë ndiku prej komenteve apo prej fjalëve të themi në përgjithësi? Jo. Po dhe kjo ndoshta tu rrit ka... Nuk muj me thonë që kom qenë herë ndikume, nuk jam tip që nalë në këto gjana. Edhe nuk e ekspozoj vetën shumë që me pas shumë komente. Nuk jam pallafaqu me komente shumë negative në herë, që me ditë me folë shumë për këtë pjesë. I përcjellë, themi këto influenceret sot punën e tyre, ka ndonjë që të pëlqen, për shkak që folim edhe për krahjen e gjinisë femërore në përgjithësi? Po, i përcjelli, ka shumë, në fakt. Tash nuk po di me përmena jamër, po ka shumë influencere që më pëlqejnë edhe i përgëzoj për punën që e bajnë, se mu më do këtë punë shumë e latshme. Me e bo video, foto çdo ditë, mi editu, mi postu, është punë. Pa do të që i përcjellë dhe të pëlqejnë? Po, pa tjetër. Vajzat tona janë shumë bukra, janë shumë pozitive, pa tjetër që më pëlqejnë. Pëlqen edhe kjo pjesa e udhëtimeve, ndoshta të vizitosh vende të reja, të bësh një fotografi të bukur? Shumë. Edhe me burrin e kemi kështu qëllim jetësor, si të rritën pak fëmija. Kemi një listë shumë të vendeve që me nëzispresim i vizitu. Puna ma e mirë që mundet me ba njëri anti-stres, është me udhëtu, me pa vende të reja, kultura të reja. Se në ato vendet që i ke në atë listën që do t'jenë ndoshta prioritet për ty, vendet që me zipret me i vizitu? Janë shumë vende, po një që po kom qef me shku në Afrikë, me pa pak atë pjesën e botës shtazore atje, pëlqen. Po, fëmijët kanë fillu ndoshta me pas vajzat më shumë këtë pjesën e të qenurit, të dukurit bukur, veshjet, gjitha këto, është vështirë me i menaxhu në këtë moshë tash? Po, realisht qika e madhe i ka 8 vjetë, e dyta është 2 vjeqare. Ajo çanta e me make-upit nuk është ma e rregullt. Ma vjedhen shpesh. Veç nuk e gjenu. Edhe veç isha që kanë kriju. Po unë e shijoj, nuk i nali, shijoj se
na jena femna edhe është me të lindun kjo pjesa, me qenë mu dogë bukur. Qika madhe e këmë vrejt, pak ma shumë ka kërkesa, qka me vesh, qka mu kombinu, normal. E dyta pritet edhe pak njëherë jem qetë. Sa ka qenë vështirë ndoshta për juve me i nda të punët se kush tjeta i prindi më autoritativ, më strikt? Apo sepse të reguaj që të dy jeni persona më të qetë, që dini me komuniku? Po, në fakt natyra e personaliteteve i përcakton këto gjona në familje. Për shembull, unë e kom marrë atë rolin me qenë pak ma strikte, se kom qaf disiplinën kështu. Genti është pak aj që jarkëton ma shumë, fëmijët. Dhe i laston njëtën koha. Po, edhe i laston, e vërtet. Po, të regove që gjithmonë ke pas një përkraje shumë të madhe edhe prej antarëve tjerë të familjes, shoqërisë. Sot sa, ndërsa është e vlefshme për ty edhe kjo koha me shoqërinë, me shoqet? Është shumë e vlefshme edhe domosdoshme, sidomos kur ki shumë angazhime gjatë ditës. Po, unë e pesho, tash me kalimin e kohës veç po lirohna. Tash edhe djalin po i qojnë kopsht, mu ka do një kohë ma e gjatë për vetën, pja kushtoj bizniset, pja kushtoj vetës, pak shoqnis, pak një relax. Sa është vështirë sot me kriju të themi një shoqëri të sinqert, një shoqëri stabile? është vështirë, është punë fati. Unë jam një person që e kom rrethin shumë të ngushtë. Nuk besoj në atë shoqërinë që mund është me pas vetë shoqet ngushta ose vetë shokë të ngushtë. Unë e kom shumë pak, edhe që ata që i kom për zemër, e di që ma dojnë të mirën edhe ja u du të mirën, s'kemi dëmë për një tjetërit veç hajrë. Ritmia, ke ndonjë mesazh diçka ndoshta dhe për ato gra të reja që të njëjtën kohë po krijojnë familje dhe të njëjtën kohë mundohen që të krijojnë një karrierë në anën profesionale, qoftë të hapin një biznes, të ndjekin ëndrat e tyre? Po, na jemi femra. Femra i bën imrin të gjitha. Sidomos femra që mundohen me kriju familje, e kanë motivin edhe ambicjen dy fish më të madhe se femra tjera. Kështu që nuk është e pamundur, gjithë shka arrihet kur e din me menaxhu ditën, edhe jetën, prioritetet, pa tjetër që gjithë shka mundesh me mri. 24 orë janë të mjaftueshme për gjithë se cilin, për mja dalë me gjithë, me familje, me punë, me ato knacit personale që i ka se cili. Tregove që kur kemi dëshirë dhe vullnet, mundemi me arrit të gjitha brenda 24 ore me imbri si çka dojme. Po si është një ditë e rudinës, kështu në përgjithësi? Për momentin shumë dinamike, qona me fëmijët, me obligimet e tyne, mandej shkojnë për shkolla në për kopshte, e kam një kohë të lirë për veten, për brendin, i kam takimet gjatë ditës, jo me vajzën e marketingut, jo diçka, dalë pinaj kafe, mandej mramja prap me fëmijët, zakonisht e lodrat, qështu. Është ajo periudha që të bën ndoshta më të lumturën e koha me fëmijë, familjen përgjithësi. Patjetër, po. Është e lodhshme dhe t'jep shumë kënaqësi, njëkohësisht. Dashur, tregove që të ardhmen do të kesh edhe projekte tjera që pa u realizu s'po i flasim, por shpresoj se do kemi kohë edhe herave tjera që të kemi në studio, dhe të flasim e të shpalosim edhe ato. Patjetër. Ishte me të vërtet shumë kënaqësi që të keshim sot në studio. Faleminderit që na zbukurove ambientin. Faleminderit. Kënaqësi.